Kam një të ftuar tjetër me të cilin do të flasim për menaxhimin e sportit kryesisht në kryeqytet, por edhe karrierën e tij, duke qenë se është edhe basketbollisti jonë i njohur, Granit Rugova. Mirëmëngjes Granit, faleminderit që jemi me mua sot. Mirëmëngjes, faleminderit shumë për ftesën. Me kënaqësi, unë thashë të flasim pak, ti tashmë je edhe drejtor i sportit këtu në kryeqytetin e Prishtinës, në komunën e Prishtinës, do të flasim pak për punën dhe ndoshta sfidat nëpër cilat po kaloni, por fillimisht do të ndalesha tek ti, një ish basketbollist, cilin ne e kujtojmë shumë, një karrierë shumë të gjatë, si po gjendesh tani me detyrat e reja? Atëherë, ka dallim profesioni për profesionit, apo detyra për detyrës, është totalisht ndryshe të jesh sportist aktiv, edhe është kej ndryshe të jesh në një pozitë menaxheriale apo udhëheqëse të sportit, mirë po dyjat, e mira e dyjave që ka të bëjë me sport, kështu që me kënaqësi e ku mba edhe si sportist edhe bëj tash si drejtori i sportit. Sa po e ndihmon ndoshta ish klubin ku ke qenë pjesëtar tani që ke edhe temi kështu një detyrë të re, edhe ke domethënë edhe mundësi më shumë për të bërë për sportin. Është përgjithësi ti përkrojmë dhe ti ndihmojnë gjitha klubet, po padyshim që zemra të rrej pak ma shumë për klubin e Prishtinës, dhe më thani cili është klub që kam qenë pjesë ati klubi gati 20 vite, mirë po në pozitën që kemi nuk bëjmë dallime, dhe më thani qëllimi jonë është që se cilin klub, se cilin sport ta përkrojmë dhe ta shtyjmë për para. Pasi, para se të dalim deri tek çështjet administrative këtu në Prishtinë, ajo që unë do doja të kujtoja pak a shumë edhe nga karriera jote prej basketbollistit, duke qenë se të kam dhe është një mundësi e mirë, ti ke luajtur edhe në Shtetet Bashkuara për një klub atje, si ka qenë ajo eksperiencë? Atëherë, herën e parë, vitin e parë që kam qenë në Amerika, që në vitin 2002-2003, dhe më thonë në shkollën e mesme, më saktësisht në vitin e tretë, në North Carolina, në Charlotte. Atë vetë, dhe më thonë, ka qenë si një ëndër me të plotësu, edhe pse realiteti, kur shkova atje, po që realiteti është pak më ndryshe, dhe më thonë, është konkurenca shumë e madhe, është sistem pak tjetër mirë, po ishte një eksperiencë shumë e mirë, dhe më thonë, për mu, e cila pak a shumë edhe mi hapi sytë me pas sakt që shë realiteti në basketbol. Pas ta ju ktheva, pas një viti ju ktheva në Prishtinë, atë ko erdhi edhe Pino Gjezha, dhe më thonë, pe trenera ma të njohë që kishtë në atë ko basketbolli, vazhdu me të, u bëna pjesë edhe ekipës së parë, dhe më thonë me 17 vjetë, dhe në vitin 2008 provova edhe njëherë në Amerikë, dhe më thonë në college. Isha në Texas, edhe ishte një eksperiencë shumë e mirë, edhe mirë po pas në universitetet, dhe më thonë në college janë disa regula cilat nëse ke lujt profesional, më përpara nuk i drejt të shkosh në universitet, ose dush të pauzosh një vit. Tash në moshën kur unë shkova isha 21 vjeçar dhe nuk e kisha as kohën, as atë luksin që një vit të pauzoj, dhe më thonë t'jem në bank, kështu që pas një viti, dhe më thonë edhe pse pata disa oferta shumë të mira nga universitete shumë të mëdha, vendosa që të kthehna në Prishtinë dhe të vazhdoj karrierën në klubin tim të zemrës në klubin e Prishtinës. Do thotë ka qenë pak a shumë edhe dashuria për atë dhe unë themi kështu edhe për kontribun vend, sepse kur prekim nga afër mundësi që mund t'i ofrojnë ndoshta një vend si Amerika, është goxha e çuditshme për dikë që vendos të kthehet në një vend si Kosova, ku ofron shumë pak mundësi. Pa dyshim, dhe më thonë kjo ka të bëj me atë dhe dashuri, dhe më thonë asko nuk të rej zemra si për vendin tënë apo për klubin e zemrës. Ndërkohë sot je, si që ceka dhe në fillim, edhe drejtori sportit këtu në komunën e Prishtinës, cilat janë prioritetet e tua, Granit, në këtë detyrë? Dhe më thonë tash në shkurt janë ba një vit, dhe më thonë nga marrja kësaj detyre, përgjësie, është punë, është detyrë me prestigj, dhe më thonë po me përgjësi, ka më shumë përgjësi se sa që është prestigj, si ish sportist e ndi obligim moral së pari që të kontriboj për sportin e Prishtinës, për trit, dhe më thonë qëllimi kryesor, fokusi kryesor është masovizimi i sportit, dhe më thonë, sepse neve na vynë sa më shumë trit, reja dhe të më shumë të merren me sport, dhe më thonë që ta kem një
populatë sa më të shëndosh, sepse ajo ndikon edhe në për lami tjera të jetës, po ashtu e kemi edhe infrastrukturën, jemi duke punuar që në secila sportet të investojnë diçka në për infrastrukturë që të rinë të rejat klube, domethënë të kenë hapësira sa më shumë për të bërë veprimtarinë e tyre stërvitjet apo në ndeshje. Ti si lojtar gjatë karrierës tënde sigurisht i ke pa edhe më nga afër për shembull vështirësitë që i ka Pallati i Rinisë këtu në Prishtinë, edhe ndoshta investimet për të cilat ka nevojë. A kemi këtu diçka në plan? Po, atëherë realisht unë kam startu në Pallat të Rinisë, domethënë pas luftës, edhe për fat keq gjendja është gati e njëjtë ashtu që ka qenë edhe për para, kështu që pej prioriteteve tona është edhe renovimi i Pallatit të Rinisë, domethënë i sallës së vogël, sallës në të cilën tash edhe zhvillohen ndeshjet edhe vendore, mirë po edhe ato ndërkombëtare, kështu që është pak edhe urgjente, domethënë ne vendosëm që vitin e kaluam së bashku me ministrinë ta trajtojmë domethënë pjesën urgjente parketin edhe çatin, mirë po ajo nuk ndodhi, kështu që duhet patëm se di pse nuk ndodhi, na më pari më morën vesh me ministrinë, mirë po duhet të fillojmë sa më shpejt domethënë që ta renovojmë të paktën parketin edhe çatin që të mundëm ndeshje ndërkombëtare të organizojmë në A do thotë kjo se me buxhetin që ka komuna nuk arrihet do të bëhet një investim i tillë pa ndoshta përkrahjen e ministrisë? Tash kur të folim për renovime më të vogla mundem, domethënë me buxhet të komunës edhe të ministrisë mund të bëjmë, por nëse folim për investime shumë të mëdha sikurse për një fushë tjetër apo një stadion tjetër, atëherë duhet me gjetë edhe forma tjera që të vjen drejt ajo, sepse folim për shumë të mëdha se sa që mund t'i siguroj buxheti i komunës, domethënë komunës së Prishtinës. Ndërkohë, kur qëndrojmë tek Pallati i Rinisë, kemi në anën tjetër edhe stadiumin. E kemi pas në anën tjetër edhe stadiumin Fadil Vokri, i cili po ashtu ka shumë nevojë për investime, fatkeqësisht nuk i ofron kushtet që duhet për të zhvilluar ndoshta edhe lojrat ndërkombëtare. A keni këtu ndonjë plan në stadiumin e Prishtinës? Është përfolur disa herë edhe për një zhvendosje të stadiumit, cilat janë planet e komunës në këtë rast? Për momentin ndonjë plan specifik nuk ka, domethënë, mirë po e kemi paraparë që edhe stadionin e Prishtinës, domethënë Fadil Vokri, ta renovojnë, t'i ndreqim kushte, domethënë për në atë stadion për t'i mbajtur ndeshje ndërkombëtare dhe ato vendore, mirë po kemi plan që edhe një stadion tjetër, edhe më të madh se stadioni Fadil Vokri, ta bëjmë në Bernicë, më saktësisht në kampusin sportiv të cilin po mendojmë si komunë ta bëjmë në Bernicë. Domethënë një pjesë e saj do të jetë stadioni kombëtar i cili do t'i ketë afër 25.000 ulëse. Do thotë ka mundësi të presim një stadium 3 kombëtar në përveç atij? Po, shpresojmë që të ndodhë sa më shpejt, tash sakt nuk e dim kur mund ndodhë, mirë po domethënë është prej prioriteteve tona. Ndërkohë jemi vetëm në fillim të vitit 2023, cilat janë planet e komunës ose e Ministrisë së Sportit, themi kështu në komunën e Prishtinës, çfarë keni organizuar, çfarë mund të presim nga organizimet dhe ndoshta edhe turnet këtu në kryeqytet? Atëherë tash është fillimi i vitit, ne vazhdojmë me projektet e vitit kaluar, domethënë të cilat nuk kanë përfunduar, është qëllimi jonë që t'i vazhdojmë ato, po të njëjtën kohë kemi disa projekte të reja, domethënë të cilat tash fillojmë shumë shpejt, një prej tash piceku disa prej tyre, domethënë këtë vit vazhdon me renovimi amfiteatrit, pjesës sportive të Gërmisë, vazhdojmë me tribunën e Flamurtarit, domethënë klubit Flamurtari, me tribunën e Dykorrikut, do bëjmë renovimin e shtegut Tokbashës, domethënë shtegu i cili është shtegu më i frekuentuar domethënë në Prishtinë. Këtë vit besoj që fillojmë edhe me sallën multifunksionale, domethënë i cili do të jetë projekti më i madh ndonjëherë që është bërë në sport, jo vetëm në Prishtinë, mirë po në gjithë Kosovën, po ashtu nga shtatori, domethënë për herë të parë në komunë do të fillojmë edhe me ligën shkollore, domethënë ligën shkollore në basketball edhe në futboll në shkollat të mesme, domethënë edhe ata fëmijë të ri, domethënë të shkollas së mesme të kenë mundësinë të merren me sport, sepse jo të gjithë kanë mundësinë apo fatin
të jenë pjesë të ndonjë klubi të qytetit, mirë për kanë mundësinë që aty të praktikojnë sportin, edhe të njëjtën kohë i bëjnë ftesë edhe klube edhe federata që të vinë t'i përcjellin ato aktivitete edhe ndonjë nga ata lojtarë të shkollës ta kenë mundësinë të shkojnë në klub apo dash zoti edhe në përfaqësuese të merren me aktivitete ndoshta edhe. Mirë, po qëllimi kryesor është domethënë masovizimi i sportit, sepse në fund të fundit neve na vjen një qytet sa më i shëndosh. Sidomos tek pjesa e rinisë, t'i largojmë sa më shumë nga rruga, nga vetit e këqija, nga telefoni. Patjetër. Sigurisht sporti është shumë i rëndësishëm dhe këtë e dim edhe për neve që na ndihmon në zhvillim si fizik, por edhe mendor. Patjetër, çfarë do të ishte një mesazh për fund me që jemi edhe në fund të bisedës Granit për ndoshta gjithë sportistët e rinj apo edhe me specifikisht basketbollistët? Atëherë mesazhi është shumë i thjeshtë. Duhet të gjejmë kohë domethënë të merremi me sport, merrem pak me vete, të mirat e sportit. Ne kur thejmë sport nuk ka të bëjë domethënë vetëm me një aktivitet fizik, të themi, mirë, po sporti është kulturë, domethënë mëson qysh mu sill me bashkëlojtar, qysh me ndëgju trenerin, qysh mu përgatit për stërvitje, qysh dush me pushu, domethënë është kulturë, kështu që i bëj thirrje treja edhe të më shumëve që të gjejnë pak kohë për vete, të mirën me sport. Nuk ka shumë rëndësi se me çfarë sporti të merren, mirë, po vetëm të gjejnë kohë dhe të merren për veti, sepse gjithë e dim që thojnë në një trup të shëndosh, ki edhe një mendje të shnosh, kështu që i bëj thirrje gjithëve të merren me sport, sepse fund e shohin që ja ka vlerë. Shumë e bukur, Granit, faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit Mëngjesit sot këtu në Kua Vizion. Të urojmë suksese edhe në punën e rejtë, tashme ka një vit që po e bën, por që sukseset me të tjeshme dhe të shihemi sigurisht për ndonjë sukses tjetër këtë në studio. Padyshim, faleminderit shumë edhe juve për ftesën, çdo të mirë. Faleminderit.